Atëherë dashur, kam sot përmes platformave tona online të ftuar Enes Osmanin, autor i veprës Faktorët ekonomik, institucional dhe financiar që ndikojnë në rritjen ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Enes, përshëndetje së pari, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje, faleminderit dhe juve për ftesën. Faleminderit shumë. Do doja dija fillimisht se si lindi ideja për këtë libër dhe çfarë ju shtyu, le të themi, të trajtosh pikërisht këto tema, këta faktor në kontekstin e Maqedonisë së Veriut. Realisht ideja ime që më shtyu që bëj këtë libër, realisht ishte shtytja e parë ishte edhe të botimit parë që kam patur fillimisht mbi specifikat e tregut të punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se si lëvizin disa indikatorë makroekonomik të vendit. Pastaj shtytja ishte që bëjmë një analizë pak më të detajuar, më të fragmentuar, të bëhet analizë më të detajuar mbi rrjedhimojën dhe çështjen e qasjes të integruar, ku do duhet që të përfshijmë edhe shumë institucione tjera, qofshin ato financiare, qofshin ato institucionale, dhe bëjmë më thënë ndërthurje në këtyre tre elementeve apo të këtyre tre komponentave, të cilët janë shumë të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin që duhet të ketë ekonomia e një vendi përkatës. Si vepër, si libër, kujt i drejtohet më shumë? Flasim për lexuesit në përgjithësi, kujdo që është interesuar të kuptojë nga këto faktorë dhe rritjen ekonomike në përgjithësi të vendit ton, apo ndoshta më shumë profesionistëve të fushave apo institucioneve? Realisht ky libër nuk është që i dedikohet apo i referohet kryesisht studentëve apo grupeve tjera të interesit, siç edhe po të sqarohet edhe juve. Ky libër realisht është më gjithëpërfshirës, po ajo që i tangon më shumë janë për nxënësit e shkollave të mesme profesionale, që janë drejtimeve ekonomike, juridike dhe tregtare, kryesisht si dhe studentëve të universiteteve që ndjekin studimet e tyre në fushën e ekonomisë, si dhe drejtimeve tjera. Por përveç kësaj që potencialet që thash që ka të bëjë vetëm me studentët, grup tjetër që janë në interes, do të thënë që përfshihen për të patur si informacion shtesë, janë edhe, më thënë, edhe dy grupe tjera, më thënë, janë edhe mbi profesionistët që merren me çështjet e kontabilitetit, profesionistë që janë auditues, revizorët, si dhe të politikbërësit të cilët duan ndërtojnë apo të hartojnë politika për buxhetet qofshin të nivelit qendror, qofshin atyre edhe komunal të njësive qeverisë lokale. Kjo ju jep një shtytje dhe ju jep një, do them, një orientim për kuptuar mbi koncept pak më të drejta mbi çështjen ekonomike. Kryesisht më thonë është përfshirë mbi tre kategori apo tre grupe të cilat unë i kam specifikuar apo i kam potencuar edhe në libër, por edhe për pyetjet që juve më drejtuat. Po si është strukturuar atëherë, le themi, qasja për gjithë këta lexues, sepse po përfshim, le themi, grup mosha të ndryshme, nivele të profesionalizmit të ndryshëm, kështu që si është bërë, le themi, si vepër e kuptueshme, gjithë kuptueshme për këtë gjithë përfshirje të këtyre grup moshave? Realisht është bërë një ndarje, do thotë që qasja, më thënë, është ndërtuar mbi tre shtylla, po është ndërtuar mbi bazën e aspektit edhe të asaj praktike, edhe asaj teorike, po më shumë jemi kryesisht jemi të detajuar që pjesa edhe ajo praktike, më thënë që prek kryesisht studentët, të cilët duhet që kenë një orientim dhe të kuptojnë drejt për përcaktimin e këtyre variablave të cilët do t'ju shërbejnë për të bërë analiza më të detajuara edhe nga institucione të ndryshme, qofshin ato statistikore, edhe ndërtimin e politikave mbi çështjen e punësimit, edhe të sistemit bankar, po edhe sektorët të tjera të ndryshme. Sa i përket pjesës së institucioneve, sa, le të themi, ndikim real kanë ato faktikisht në zhvillimin ekonomik të vendit, edhe ku mendoni se qëndron sfida më e madhe, qoftë tek ato apo le të themi tek bashkëpunimi ose tek rrjedhoja e gjithë këtij procesi? Realisht institucionet kanë ndikim vendimtar. Do të thotë sfidat kryesore qëndrojnë do të thënë në mos zbatimin e ligjit, do të thonë nuk arrit që të bëhet mos zbatimi i ligjit, ka të bëjë me mungesën e meritokracisë, si një faktori tjetër kyç që mund të jetë, dhe një pikë e tretë që doja që
ta potencoja është procedurat të cilat I kemi shtetën nga data administrative që të cilët krijojnë edhe një pasiguri për investitorët të huaj, të cilët duan që të zhvendosin kapitalin e tyre për të patur një investim më afatgjatë në vendin ku ata duan që të investojnë. Do thonë, institucionet kanë ndikim vendimtar. Do thonë mosbatimi I ligjit, nëse nuk kemi mosbatim të ligjit, do thoja, nëse nuk respektohet ligji për punët të cilët do duan ata që ta ndërmarrin si iniciativë për ndërtuar një sipërmarrje apo për ndërtuar një biznes të tyre, do thonë është mosbatimi apo mosdishkueshmëria në aspekt të ligjit. E dyta do të ishte mungesa e meritokracisë, nëse ata do duan që të jenë të drejtë në fitimin ndonjë pune investive nga shteti, nga institucionet publike, mos realizimi, do thonë përputhja ofertës dhe dhënies çmimit për punë që ata duan ta kryejnë dhe nuk kemi do të thotë që një hapje të drejtë të lirë të tregut, ajo krijon një panik tek investitorët dhe nuk mund ata që të marrin dhe të krijojnë besimin e tyre që mund të futen në treg për të investuar. Dhe është goxha e vështirë si mekanizëm që ata ta kenë besueshmërinë. Besoj që këto janë ndikime reale të cilat prekin institucionet përkatëse të një vendi. Mirë, po potencial kemi le të themi për të pasur gjithë këto zhvillime apo ndryshime dhe besoj thjesht nuk po shfrytëzohet mirë apo kemi të tjera pengesa lidhur me potencialin? Po realisht potencial Republika e Maqedonisë së Veriut ka një potencial të jashtëzakonshëm në të gjitha nivelet, do flasim edhe në rrafshin nivelit gjeografik, qoftë në ato industrisë, në resurse kapitaleve njerëzore, por problemi është përkthimi I këtij potenciali që kemi neve, a do të mund që ta përkthejmë, ta konvertojmë apo ta shndrojmë në investim kapital të punës, të cilët do të jenë rezultate reale dhe të prekshme edhe për vetë biznesi si dhe për institucionet përkatëse reale të cilët duan ta shohin të punë si përfundim I të gjitha këtyre në produkteve që do dalin nga ajo. Që neve kemi patur si objektiv apo si qëllim dhe synim që duam ta ndërtojmë. E çfarë do duhet le të themi bërë ndoshta tash tutje në këtë aspekt? Edhe dua di pak edhe mbi raportin mes politikës dhe ekonomisë, domethënë si e shihni në aspektin e zhvillimeve institucionale. Për raportin do të thoja që është I pandashëm, do thotë që politikat krijojnë kronizëm, krijojnë infrastrukturën se si do duket ekonomia e një shteti. Ekzistojnë edhe disa lëndë të cilat mësohen gjatë studimeve që kanë qenë ekonomia politike dhe politika ekonomike. Do të thënë në kontekst më afatgjat, nëse shohim ta si dy koncepte ndryshojnë, nëse shohim në kontekst më të ngushtë, do thotë përsëri na japin qetë këndvështrim. Mendimi im që është se politika nuk duhet të indikuar në ekonomi, kurse ekonomia do duhet të jetë e mbarur, do të thonë politika do duhet të jetë e mbarur direkt nga ekonomia. Do duhet që ndërtohet një raport të cilët do duhet të ketë edhe politika ndaj ekonomisë, po edhe ekonomia ndaj politikës. Dhe ky raport që ndërtohet në mënyrë të ndërsjellta, në mënyrë reciproke dhe nëse respektohet reciprociteti I zhvillimit të punës dhe kronizës institucionale dhe ligjore nga të cilat duhet të rrihen të gjitha ligjet, atë besoj që do kemi një ekonomi edhe afatgjate, edhe një ekonomi të shëndosh dhe do të jetë më perspektive për vendin dhe për investitorët përsëri të cilët duan të zhvendosin kapitalin e tyre në atë vend ku duan të bëjnë investimin e tyre. Sa I rëndësishëm është faktikisht jo vetëm besimi I bizneseve, por edhe vetë I qytetarëve ndaj institucioneve në rritjen apo në zhvillimin ekonomik të një vendi? Besimi është një indikator kyç, do thoja, për zhvillimin e rritjes ekonomike. Pa besim do thotë që nuk ka edhe investime afatgjate të cilat duhet presin në ndërtimin e projeksioneve ekonomike të një vendi. Mendimi im është që pjesëmarrja që duhet të jetë më lart në tregun e punës nuk ka gatishmëri për patur edhe një inovacion më të lartë. Në thënë, besimi duhet të jetë një institucion, duhet të jetë një instrument shumë I fuqishëm, që për mendimin tim ajo është një kapital I cili është I padukshëm, që neve do duhet që ta ndërtojmë për ta shtyr ekonominë në rritje apo në progres. Nëse nuk kemi një kapital të shëndosh, të dukshëm, që do duhet që të investojmë në atë drejtim, do jetë goxha e vështirë që të kthejmë besimin për ndërtuar institucion mbi bazë të besueshmërisë ekonomisë atij vendi. Nëse krahasohemi me vendet e rajonit apo më gjërësi, apo ku qëndrojmë ne momentalisht? Realisht me vendet e rajonit si Slovenia, Kroacia, Malizi, Serbia,
qëndrojmë dukshëm mund të më dobët, po të shohim rezultatet për këtimin e vlerave numërike të cilët ndërtohen bilancet tregtare mes këtyre vendeve përkatëse, kemi një ngjetsje të theksuar me to vende që thash që janë anëtarë të Bashkimit Evropian si Slovenia dhe Kroacia, kanë dukshëm reforma më paraperimtare, më progresive në rrafshin ekonomik. Mbi gjithë ato kanë të harmonizuar dhe ligjet ndërkombëtare, ligjet ekonomike, që e kanë më të lehtë që të jenë më afër të institucioneve financiare ekonomike, por me vendet që janë themi si Malizi, Shqipëria, Kosova, po përsëri edhe me këto vende të cilët nuk janë të integruar edhe këto vende në Bashkimin Evropian, edhe këto vende kanë një hap goxha më të madh se sa Maqedonia. Këtu e shoh që edhe kriza e politikave të cilat ditore të ndërtohen, çdo ditë na japin një zbehje mbi ekonominë e vendit, kemi një ulje drastike, do thotë që kemi edhe vlera jo reale, kemi vlera fiktive të cilat kemi ndërtuar ekonominë mbi populizmin dhe mbi atë që duke krijuar një farloj njësi imagjinare që neve duhet besojmë që kemi një ekonomi të mirë të tillë, por realisht nuk kemi një potencial tregu të cilët e kemi të ndërtuar. Qofshin në sektorin e industrisë, qofshin në sektorin e turizmit, qofshin në sektorë të tjera të cilat ka ekonomia në vendit. Për mendimin tim, Maqedonia ka potencial që të mund zhvillohet, ka turizëm, qoftë ajo malor, qoftë edhe ajo në aspekt të vizitës së vendeve të cilat janë ndërtuar me liçenet që kemi, qytetin e Ohrit, Strugës, ku mund ndërtojmë edhe një turizëm veror, por kjo do duhet të ketë gatishmëri edhe institucionale, edhe të politikave qofshin atyre vendore dhe atyre qendrore, do duhet të ketë një bashkëveprim, do duhet që të bashkërendisin të gjitha objektivat për të ndërtuar një ekonomi dhe një sistem të cilët do të ishte më gjeneruese për të përfitur dhe për të rritur arkën e shtetit dhe për të patur një fuqi punëtore e cila do të dominonte dhe në drastike do të ulshim ngjeshëm edhe papunësitë, ku të gjitha faktorët makroekonomik do të ishin në stabilitet për të ndërtuar rritjen ekonomike të cilat do ishte shumë e qëndrueshme për vendin tonë. Që vendet këto, faktikisht vendet që vetë se përmende, kanë reforma të ndryshme për zhvillimin ekonomik dhe po ashtu disa mundësi tek vendi jonë. Gjithsesi, kemi ndonjë reformë që do mund ta përdornim për ngritje të menjëhershme apo zhvillim të menjëhershëm të rritjes ekonomike? Reformat të cilat do duhet që të ndërmerrshim që për të patur një rritje të themi kështu drastike mbi rrjetin ekonomik, neve nuk mund të kemi që të mund të rrisim ekonominë, po do të duhet gjejmë një mekanizëm që rritjen ekonomike ta ndërtojmë mbi një plan të cilët do duhet të lëviznin për ndërtuar për një afat gjatë 10 vite apo 15 vite të ardhshme, që të kemi një program qeveritar ekonomik duke ndërtuar reforma mbi digitalizimin, do thoja, të administratës së shtetit, të ndërtojmë një sistem më të zhvilluar, më efikas mbi bizneset elektronike të cilat normal që do duhet që të jenë të akredituar dhe të jenë të licencuar, normal, që do të mund të jenë pajtueshmëri me ligjet mbi çështjet fiskale, çështjet doganore të cilat i kemi si dy instrumenta shumë të fuqishme që do duhet që ti vëmë në kornizat të asaj që ndërtohet efikasiteti, ndërtohet produktiviteti i ekonomisë së vendit, dhe lufta që do duhet që të shpallshim me të gjitha kapacitetet tona, luftën mbi korrupsionin, që do të ishte si një armë e fuqishme që të mund të kthejmë njëkohësisht edhe besimin, por njëkohësisht do na mundësonte që të rrisim edhe rritjen ekonomike të vendit. Do duhet që të shqyrtonim edhe të gjitha mekanizmat tjerë të cilat i ka shteti në kompetencën e saj për të patur një zhvillim më të madh edhe në sistemin doganor, ku do duhet që të ulshim ndjeshëm disa parametra të tjerë për të patur një besim dhe për ndërtuar një projekcion më të gjatë mbi politikat ekonomike të vendit tonë, përkatësisht Maqedonisë së Veriut. Hulumtimit për librin, që shifet edhe besoj që është bërë një punë e palodhur, një punë e madhe hulumtuese, studimore, dhe jo vetëm mbi këtë libër, por në përgjithësi, keni hasur në ndonjë, le të themi, përfundim ose ndonjë hulumtim, diçka që ju ka befasuar? Realisht, gjatë hulumtimit të librit neve nuk kemi hasur ndonjë
por vetëm një të dhënë që më ka bërë përshtypje ka qenë çështja e variablave institucionale, ka qenë si një normë apo si një shkallë e cila më na ka bërë që të jetë më shokuese për të patur si studim rasti, që të ndikojë edhe drejt për drejt mbi rritjen ekonomike. Shpesh ndodh që edhe shumë variabla të tjerë, të cilat si komponenta ekonomike të janë shumë të rëndësishme, si ato financiare dhe ato investuese, të cilët na kanë dhënë drejt për drejt një pasuri mbi shpenzimet publike që neve do duhet që të kemi një informat shtesë se si do duhet që të reduktojmë shpenzimet publike dhe të rrisim kursimet e arkës së buxhetit të shtetit. Kjo ka qenë një variabël që është marrë për studi, që ka qenë kryesisht si një e dhënë për mua për të studiuar mbi atë që a kemi pasur apo kemi lumtuar diçka si e dhënë për çështjen e rritjes ekonomike. Sa rëndësishme është këto tema apo gjithçka që po flasim ne faktikisht të dalin nga librat apo thjesht edhe pse nuk janë vepra të vogla, janë vepra shumë mëdha faktikisht dhe libra që kanë lënë peshë, do lënë gjurmë, por gjithsesi të bëhen pjesë e debateve publike, diçka që faktikisht të flasim dhe debatojmë edhe në përditshmëri. Realisht këto tema janë shumë të rëndësishme, nga shkaku që ekonomia dhe institucionet nuk janë çështje teknike, por janë çështje që janë të prekshme, janë çështje që neve na preokupojnë, na japin ndjesi gjatë jetës sonë të përditshme dhe janë çështje të thëra fundamentale apo bazike që neve duhem që ndërtojmë shoqërinë e një vendi tonë. Dhe vetëm nëpërmjet këtyre debateve publike që janë të hapura, rritim njëkohësisht edhe përgjegjësinë ndaj politikanëve të cilët duhet që t'i përshpejtojnë reformat, duhet që t'i përshpejtojnë punët, premtimet që ato japin gjatë fushatave elektorale, që duhet që t'i përkthejnë të gjitha këto fjalë në numra, duhet t'i prekin në investime dhe këto na japin më shumë, do thoja unë, audiencë më të gjërë që neve do duhet që t'i vendosim këto tema përpara apo ka shi çdo qytetari apo edhe ndonjë politikani të cilët e sfidojnë vetën e tyre me problematika shumë të mëdha me qytetarët e tyre. Enes, po e afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja të dija dhe diçka nga ju se a do vazhdoni me kërkime dhe botime të tjera në këtë fushë, të pak a shumë të parafarta me këtë vepër apo të paktën punë të tillë hulumtime dhe studimore. Realisht neve nuk do duhet që ndalemi duke kërkuar apo duke gjurmuar, duke hulumtuar rreth këtyre temave, nga shkaku që këto tema janë goxha të mëdha, tema që prekin, na preokupojnë jetën tonë, si në aspektin ekonomik, në aspektin politik, në aspektin institucional, social, psikologjik. Të gjitha janë tema që kërkojnë vazhdimsi, kërkojnë punë, përkushtim, në mënyrë sa më të detajuar. Janë edhe në aspekt ku neve nuk kemi prekur shumë të dhëna, realisht kemi bërë disa të dhëna i kemi marrë në konsiderat, në gjuhën për shkencën ekonomike kemi marrë disa variabla të cilat i kemi të përcaktuara për të dhënë shpjegime, themi sipërfaqësore, jo edhe shumë të detajuar në aspekt vëllimor, për të dhënë realisht një mësim për të kuptuar se çfarë realisht se si ndikojnë, se çfarë trajtori dhe çfarë lëvizje ka marrë ekonomia jonë, çfarë drejtimi do të marrë. Mendoj që neve nuk do ndalemi, por do vazhdojmë që t'japim kontributin tonë sado qoftë edhe i vogël, që të ndihmojmë atë që thash edhe më parë, grupet tjera të interesit, mbi gjitha mbi studentët, mbi nxënësit e shkollave të mesme, të cilët do duhen që ta kuptojnë të drejtë se çfarë është ekonomia, si duhet duket ekonomia, si duhet ballafaqohemi me ekonominë, mënyrën e menaxhimit, do jemi pak edhe më të detajuar edhe mbi punën, se si do duhet të kuptojmë tregun e punës, afrimitetin që kemi me institucionet e shtetit, do të bëjmë edhe një rrugëllaksim. Unë mendoj që neve nuk do ndalemi, por do të vazhdojmë që t'japim dhe të ofrojmë edhe më të mirë për gjitha grupet dhe kategoritë të cilët janë në nevojë për të marrur leksione mbi ekonominë si një shkencë që është shkencë goxha me interes edhe për shtetin, edhe për politikanët, edhe për biznesin, edhe për konsumatorët, edhe për sipërmarrësit, për të gjitha strukturat të cilat ndërtojnë të shtetit.
Ashtu është diçka që na prek të gjithëve, në përditshmëri dhe në çdo aspekt jetësor. Enes, unë të falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi sot t'jesh me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në emision, uroj që punë e tillë të vazhdohet të bëhet, sidomos për gjeneratat e reja, një punë grandioze mund themi, studimore, plot hulumtime, diçka që na sjell benefite të gjithëve. Uroj që ritakohemi për të tjera suksese dhe botime dhe punë të tjera po ashtu. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Shihemi në emisionin e radhës normal, që ose na jepet përsëri mundësia që t'japim nga vetja jonë sado pak një kontribut të vogël për gjenerata që na pasojnë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe juve edhe një herë. E dashur të dashur, Erdhikuat ju përshëndes dhe unë edhe për sot dhe për këtë javë, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme në rishihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.